Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka nga Elbasani ka përcjell një mesazh Suel Çelës duke i bërë thirrje atij që të mos kërcënojë demokratët dhe të mos telefonojë komisionerët e Partisë Demokratike. Ndër të tjera në fjalën e tij Noka tha se Elbasani nuk mund të mbahet me banda dhe shtoi se Suel Çela po mbështet një kufon politike. Është një shumicë e cila mezi po pret datën 11 për t'i dhënë një leksion barbarëve të pushtetit, për t'i dhënë një mesazh kusarëve të pushtetit, për t'i dhënë një mesazh edhe kryebanditi Suel Çela se Elbasani nuk mbahet me dhunë, se Elbasani nuk mbahet me banda dhe për t'i thënë larg duart nga demokratët, larg duart Suel, se nuk do ketë qeni të errët që do të mbaj ty. Ta harrosh ti se mund të kërcënosh demokratët. Mos tento të telefonosh as komisioner dhe as demokrat, sepse je duke bërë një krim më të shëmtuar se krimet që ke bërë. Dhe Partia Demokratike nuk do të ta falë ato që po bën. Je duke mbështetur një të vdekur politik, je duke mbështetur një kufon politike. Ndaj, po të them, Edi Rama është në agoninë e tij politike. Do të vazhdosh edhe ti në atë drejtim me të. Nuk ka shans që demokratët e Elbasanit, që opozitarët e Elbasanit të bëjnë mbrapsht nga kërcënimet e bandave dhe të krimit organizuar. Ne jemi të vendosur për të ecur drejt fitores më 11 maj. Asgjë nuk na ndal. Asgjë nuk na ndal sepse ne kemi moralin. Morali ynë është morali i qytetarëve të thjeshtë. Morali ynë është morali i shqiptarit të ndershëm dhe i shqiptarit dinjitos. Noka ndër të tjera u bëri thirrje qytetarëve të Elbasanit të dalin masivisht të votojnë në 11 maj dhe të mbështesin opozitën për një Shqipëri madhështore. Të gjithë në këmbë të vërshojmë drejt kutive të votimit, të votojmë numrin 1, të votojmë Sali Berishën për të realizuar misionin e tij, të votojmë Shqipërinë madhështore. Fitore dhe vetëm fitore.